në fakt më ka nderuar me këtë. Sepse Rama dhe altoparlantet e tij shqiptar dhe ndërkombëtar më konsiderojnë mua të tillë vetëm për një fakt, se unë mbroj interesat e qytetarëve. I nderuar zotëri, ju duhet dini që sot Nai Sali Berisha ka pakënaqësi të madhe sepse unë para shqiptarëve dhe botës mbroj me dokumenta dhe fakte tezën se Shqipëria është një narkoshtet. Mirë po këtë, Edi Rama bën gjithçka që ta denoncoj këtë qëllimtimin. Unë u them ju se ky përkufizim që unë i bëj Shqipërisë nuk e bëj nga vetja ime, po këtë e kanë bërë me dhjetra gazetarë dhe analistë ndërkombëtar. Dhe sfundi e quajtën Noriega i Europës. Por Edi Rama paguar dhe ka mrapa përsëri makinerinë monstruoze të George Sorosit, Alexis Soros, që vazhdojnë betejën në mënyrën më të vendosur kundër demokracisë në Shqipëri, në mbështetje të narkodiktatorit Edi Rama dhe luftë kundër Sali Berishës dhe opozitës. Pra, ndaj dhe unë jam, jo vetëm për Ramën, po për mjaft të tjerë e keqja më e madhe, sepse e mirë është droga, e mirë është krimi,